نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të shpirtit dhe punëve tona të këqija. Ato që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që e humb, dhe ato që Allahu e humb nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një, i vetëm, pa shok dhe pa ortak. Në dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, keni frikë Allahun me një frikë të vërtet dhe mos vdisni veç se duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. O musliman, ju porosis ju dhe veten time për devotshmërinë ndaj Allahut të madhruar, për takuallëk dhe takua, devotshmëria nën kupton që besimtari të veprojë punët e mira me dritë nga Allahu, duke shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të largohet nga të ndaluarat e Allahut me dritë nga Allahu, duke ju friksuar ndëshkimit të Allahut. O musliman, mbar bota islame sot feston dhe kremton Fitr Bajramin, dhe Fitr Bajram, jo musliman, vjen si një flad i cili freskon zemrat e besimtarve pasi kryen obligimin e agjërimit të Ramazanit, muaj të mirësive dhe begative, muaj të durimit, muaj të derdhjeve të lodhve, muajin e garimit dhe konkurimit në punë të mira, muajin e lirimit nga zjarri i xhehenemit. Vjen kjo ditë madhështore e Fitr Bajramit që freskon zemrat e besimtarve, të cilët pasi kryen atë obligim madhor, atë shtyll nga shtyllat e Islamit, sot madhërojnë Allahun e madhruar. Dhe Allah madhruar në ajetet e agjërimit të fundit të tyre thot: "Oli tukmilul idde", që ju të plotësoni muajin, "Oli tukebbirullaha ala ma hadakum", dhe që të madhëroni Allahun për atë që ju udhëzoi. Falenderojmë Allahun e madhruar që na udhëzoi në këtë fe, në fen islame, e cila është e vetmja fe e pranuar tek Allahu i lartësuar. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. E vetmja fe tek Allahu është Islami. "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Dhe kush kërkon tjetër fe veç Islamit, asnjëherë nuk ka për të pranuar prej tij asnjë gjë, dhe ai në botën tjetër do të jetë prej të humburve. Ky Islam është feja e të gjithë profetëve të dërguarve, nga Nuhu alayhi salam, që është i dërguari i parë që Allahu dërgoi tek banorët e tokës, deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky Islam në kupton në nështrimin ndaj Allahut me tauhid, duke njësuar dhe veçuar Allahun në adhurim, vazhdimësia në bindje dhe në punë të mira dhe distancim nga idhujtaria dhe shirku. Falenderojmë Allahun e madhruar për begatin e Islamit, për begatin e tauhidit, njësimit dhe veçimit të Allahut në adhurim.
dhe për begatinë e pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë Islam na udhëzoi Allahu në të dhe e trashëguam edhe nga baballarët tanë, dikush shumica prej nesh, të tjerë përqafojnë sepse gjejnë dritën e Islamit, se kjo fe është feja e Isait alayhi salam, që ata i thonë Jezus, është feja e Nuhut, e Ibrahimit, e të gjithë të dërguarve dhe profetëve, erdhën me një mesazh të vetëm. Allah madhruar ka përmendur në surën Al-Araf mesazhin e këtyre të dërguarve dhe profetëve. Ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, o populli im, adhuroni vetëm Allahun, një Zot të vetëm dhe asnjë tjetër përveç tij. Ky është misioni i besimtarit. Ky është urdhri më madhor. Ky është obligimi parësor për çdo njeri. Me këtë të jetoj dhe me këtë të vdes, sepse edhe në varr do të pyetesh: madha kuntum ta'budun wa madha ajabtumul mursalin? Cilin adhuronit? Kë adhuronit? Dhe si ju përgjigjet të dërguarve? Pyetja e parë, përgjigja e saj vërtetohet duke vërtetuar tauhidin, njësimin dhe veçimin e Allahut në adhurim, ndërsa e dyta me pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot u emocionova kur pash një grua tek të 80-tat vinte avash në xhami dhe kjo është fe që ne e trashëguam nga baballarët tanë. Dikur delvinjotët mblidheshin në këtë shesh në namazgjan e qytetit, ka qenë para xhamisë së vjetër dhe falin Fitr Bajramin, Kurban Bajramin në faltore. Edhe ne ecim në gjurmët e tyre. Dhe sado që njerëzit janë përpjekur ta shuajnë dritën e Islamit, nuk munden, sepse ky Islam do të mbërrijë në lindje dhe në perëndim. Nuk ka për të lënë asnjë shtëpi pa hyrë në të. Ky është një premtim hyjnor nga Allahu i Lartëmadhëruar. Edhe pse ata përpiqen ta shfarosin këtë fe, kjo do mbjetoj, jo vetëm do mbjetoj, por do të triumfojnë mbi të gjitha fet. Yuridune e yudhfiu nurallahi bi afwahihim. Ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Po Allahu refuzon veçse që të plotësohet dhe të përmbushet drita e tij. Wala ukerihel kafirun. Edhe pse këtë gjë e urrejnë pa besimtarët, ky Islam do të triumfojë. Islami është feja e vërtet, është feja e mirësive dhe begative, një fe që mbart plot vlera dhe shenja dalluese, të cilën e bëjnë atë më të mirë se të gjitha fet. Dhe ky Islam, edhe pse ata përpiqen, armiqtë e Islamit ta shuajnë, duke persekutuar vëllezërit tanë në Gaza, në Palestinë dhe në vende të tjera. Njerëzit duan t'i bëjnë nëpërmjet medias, sepse kanë media në dorë, duan ta bëjnë Islamin si një diçka të egër. Kanë një islamofobi, duan ta bëjnë muslimanin në pamje me mjekër ose gruan me shami si diçka të egër për njerëzimin. Edhe pse këto janë urdhra hyjnore që ka urdhëruar Allahu dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, burrat t'i lënë mjekrat, gratë të mbulohen. Ata duan që ta bëjnë këtë grua me shami, këtë burr me mjekër, me një pamje të egër që frikson njerëzit. Duan t'i shfarosin vëllezërit tanë, t'i dëbojnë nga tokat e tyre në Palestinë. Mirë po, ajo do të rashëgohet përsëri nga muslimanët, sado që ata përpiqen që ta shuajnë dritën e Allahut, ky është një mision i dështuar. Dhe kanë për të dështuar siç kanë dështuar gjithmonë në njerëzi, në historinë e njerëzimit, dhe ai popull çifut. Janë populli më i pabes, populli më dredharak. Dhe lutë Allahu madhruar t'i ndihmojë vëllezërit tanë në Palestinë, t'i triumfojë ndaj çifutëve dhe t'ra bëjë neve njerëz të dobishëm për veten tonë dhe për shoqërinë tonë. Khairun nas anfa'uhum linnas. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, njeriu më i mirë është ai që është më i dobishëm për të tjerët. Prandaj ti o musliman, bëhu njeri pozitiv që shpalos vlerat e Islamit, të kësaj feje të vërtet në shoqërinë, në veten tënde, në familjen tënde. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri prej jush është ai që është më i mirë me familjen e tij, dhe unë jam më i miri me familjen time. Nuk është e denjë për një musliman që jashtë shtëpisë së tij të jetë njeri i qeshur, i afruar, ndërsa kur shkon në shtëpi të jetë njeri zyrtar, njeri ushtarak, që do vetëm të zbatojë, të urdhërojë gruan dhe fëmijët. Jo. Islami është feja e mëshirës dhe profeti sallallahu alaihi wasallam është shembullin. Walakum fi rasulillahi uswatun hasana.
Ju keni tek i dërguari Allahut shembullin më të mirë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në ndihmë të familjes së tij, edhe në gatimin e shtëpisë, dhe në pastrimin e shtëpisë, qëndronte krah Aishës radhiyallahu anha. Ai është shembulli jon. Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne duhet të imitojmë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe jo shembujt e tjerë të njerëzimit. Dhe urdhri më kryesor o musliman, pas tauhidit, pas urdhrit për njësimin dhe veçimin e Allahut në adhurim, është urdhri për namaz. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamah salatuh. Gjëja e parë që do të pyetet robi prej punëve të tij në ditën e Kiametit është namazi. Dhe nëse ky namaz ka për të qenë në rregull, gjithsesi do të fitojë dhe shpëtojë. Dhe nëse ky namaz nuk ka për të qenë në rregull, çdo njeri ka për të dështuar dhe ka për të humbur. Ky namaz ka për të qenë për njeriu dritë, argument dhe shpëtim, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai që nuk ka qenë i përpikt me faljen e namazit, nuk ka për të qenë për të as dritë, as argument dhe as shpëtim. Dhe ai në ditën e Kiametit, ai që nuk është falur, ka për të tubuar me Hamanin, me Karunin, me Ubej ibn Khalef dhe me Faraonin, me kokrat dhe simbolet e kufrit. Pse? Sepse nuk ishte për atyre që falën namaz. Ma salakakum fi saqar, çfarë ju çoi në zjarr të xhehenemit? Qalu lam nakum minal musallin. Do të thonë që nuk kishin për atyre që faleshin. Ky namaz të bën që të vesh në zjarrin e xhehenemit. Prandaj nuk është e denjë për një musliman që gjithë muajin e Ramazanit ishte i përpikt, i rregull me faljen e namazit me xhamat, dhe pas Ramazanit të braktis namazin. Prandaj musliman, zbatojeni fen tuaj, e keni në Kur'anin famlar, në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Islami është fe e mëshirës. O ma arsalnake illa rahmatan lil alamin. Allah madhruar thotë, nuk të dërguam ti o Muhammed veçse mëshirë për botët. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, ene nebiu rahme, unë jam profeti i mëshirës. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që Allahu e dërgoi mëshirë për mbar botët, jo vetëm për ne këtu, as për ata fëmijët tanë, por për mbar botën. Ky Islam është fe e mëshirës. Dhe muslimani duhet i demonstrojë, të shpalos këto vlera të Islamit, duke qenë një shembull i mirë për shoqërinë, duke qenë njëri pozitiv në shoqëri, i cili flet fjalë të mira. Wa qulu lin-nasi husna, folini njerëzve me fjalë të mira, me fjalë të ëmbla. E lutem Allahun e madhruar të na ketë bërë për atyre njerëzve që agjëruan në Ramazanin me besim dhe duke kërkuar shpëblimin nga Allahu dhe të jenë falur gjunahet. Dhe lutem Allahun e madhruar të na ketë bërë për atyre njerëzve që u falën netët e Ramazanit dhe në natën e Kadrit me besim dhe duke kërkuar shpëblimin nga Allahu. I them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time, për ju dhe për të gjithë muslimanët kudo që janë, dhe u kërkojni falje Allahut, se Allahu është falës, është mëshirues. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij. O musliman, Ramazani përfundoi. Po agjërimi vazhdon. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush agjeron Ramazanin dhe agjeron pas tij 6 ditë nga muaji Shawwal, është sikur ka agjëruar gjithë kohën, nga që një sevap është me 10 dhe 30 ditë, shumëzim për 10 janë 300. Dhe nëse bën agjeron 6 ditë të tjera nga Shawwali, shumëzim për 10 janë 300, janë 60 dhe vend 360 ditë. Dhe nëse këtë muslimani e përsërit gjatë gjithë kohës, çdo vit, është sikur ka agjëruar gjithë jetën. Dhe kjo është një mirësi që Allah madhruar i ka dhuruar këtij populli. Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i Shawwalit. Prandaj nuk është denjë për muslimanin që të bënte punë të mira, namaz, natë, lexim Kur'ani, dhikr gjatë Ramazanit dhe pas Ramazanit të shkëputet nga adhurimet. Jo. Nëse do të pyesësh veten tënde se cila është shenja e pranimit të agjërimit të muajit të Ramazanit, është puna e mirë pas saj, thonë dietarët e Islamit. Shenja e pranimit të punëve të mira janë punët e mira pas tyre, se në të kundërt, nëse vepron punë të këqija pas Ramazanit,
atëherë kjo është shenjë që punët e tua janë zëruar, sepse është prej besimit të ehli sunneti wal xhamaa, ndjekësve të sunetit e xhamatit, se nëse dikush bën punë të këqija pas punëve të mira, punët e këqija i zërojnë ato të mirat. Allahu na ruajt që të na ulosin zemrat dhe që të ndrojmë rrugën pas Ramazanit, por duhet jemi edhe më aktiv në punët e mira, se ne ishim ata që çoheshim natën dhe gdhinim duke u falur, duke lexuar Kur'an, duke madhëruar Allahun. Dhe Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i Shewalit dhe i të gjithë muajve të tjerë. Ju uroj nga zemra gëzuar Fitr Bajramin dhe çdo vit nga mot më mirë. O sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.